Shëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur përgatitë një pite me mish. Krejt që kana nevojitën prej përberzve janë 1 kg mish, e kum ka verdis me parë me 3 qep, 1 lugë të gjellës ju plot pra me krip, 1 lugë të qajt ja kum qit me biber të zi, se dhe 1 lugë të mesme biber të kuq edhe pak vaj. Kum ka verdis që përshepni me parë që ta kemi hazër që të ftupet. Në anën tjetër për me 2 petat i ku marr 120 gram me gjallë për ndryshëm boter edhe 100 ml me vaj në nevojitën që bismillah me njëherë i përzina 2 të bashk. Mandej për brumin në nevojitën 700 gram me miell, 1 lugë të mesme plot me krip, 550 ml me ujë të ngrohtë edhe pak vaj. Bismillah fillojna me përgatitjen e brumit, tek ku i qesim pak vaj edhe kripen. Përgatitjen pra brumin me dorë, sepse shumë motra po më shkruajnë kollaj është me qit pite me përgatit brumin me mikser para ta dalin të mira. Hajde motra se mikseri kemi edhe duart vetë, nuk ka lidhje mikseri as pak, por një i dalin edhe që shikim përgatit gjithmonë gjyshet nëmat edhe na i përgatitim, duhet të kemi mikser. Përzina ujnë dhe sa të rejtët kripa, edhe fillojna me përgatitje e brumit. Kripa pra është të rejtër, bismillah fillojna me përgatitjen e brumit, e përzina brumin mirë, me dorë e ngjeshim edhe i ndajna tani me njëherë kuleçt. Një brum i hollë që ngjitet për duarve tek trasa kuzhinës, mandej qesim prap miell edhe e ngjeshim brumin. E shihni pra brumin i holl. Tash marrim miell edhe qesim pra tek trasa. Kemi qit edhe miellin, tash e shprazim edhe brumin. E ngjeshim brumin me dorë. E kemi ngjesh brumin mirë, tash i ndojna edhe kuleçt. Brumin e kemi ndarë në 10 kuleç. I rrotullisim si gjithmonë në miell edhe ja u bojna formën rëmullok.
Tash marrim tullusën edhe I tullojna kuleçt me tulluse. Në këtë masi I lojna unash. Pasi që kemi të dhu kuleç, tash të e përzina mirë edhe njerë gjalpën me vaj edhe e lyna mas pari pjatën me gjalpë edhe me vaj edhe bismillah I renditim pitat. Duke I lyë secilin me vaj edhe me gjalp. Deri në fund mandej e mbulojna pjatën me foljen e lëng të kuzhinës edhe I lojna për një 30 minuta që të pëshoj pra. I kemi mështijet edhe pitat pra me foljet kuzhinës, tash I lojna pra për 30 minuta që pëshojnë të mbuluar ashtu me foljen e lëng. Bas gjysore që kanë pëshu pra edhe pitat, largojna foljen e kuzhinës. Tash shkojna duke I marrë nga 2 peta për një herë. Jo ka 1 për 2 si që përshekni. Qesim tek terasa kuzhinës edhe furrën e kom çu me nxehtë temperaturë 200 gradë. I zgjatim ka 2 peta pra për një herë. Shikoni se që zbut sa mirë edhe zgjatën shumë shpejt. E kemi zgjat petën kështu të madhe. Tashti I morëm qoshet ka pak kështu edhe I kthejna në fillim. Edhe në ondën tjetër pra, në të 2 ondë. Marrim tash mishin edhe qesim 2 ondë pra mish. Pasi kemi qitë mishin, tash të e mështjellim pra petat, 2 ondë. Tash të prejna petën në mes, edhe qoshet pak pra, prejna me thikë. Bismillah, tash të qisi pra në tepsi, lyer pra me gjalp ose me vaj. Edhe kështu me radhë deri në fund. Duke zgjat, duke I prejnë në mes, 2 ondë mish.
I kemi rëndit të gjithë kulesht në tepsitash për mi e lyna me gjalpen e mbetur edhe me vaj që i kemi përzi. Furra veç është nëzej, pra temperatur 200 gradë edhe me njëherë e fusim pitën me mish që të pjeket në furrën e cejur. Edhe pitën e kemi pjek në temperaturë 200 gradë për 35 minuta, duket kështu e rresht knoq. Ja vlen ta provoni, sidomos ju motrat fillestare që jeni të reja në kuzhinë. Neve na beft mirë, juve po ashtu nëse provoni. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni. Komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them, miru kofshim.